Jo vetëm angazhimi juaj politik, jo vetëm angazhimi juaj profesional, por ju keni shkruar dhe disa libra, dy për cilave ne i kemi këtu. Mund ta shpjegoni pak më shumë lidhur me këtë libër? Po, patjetër. Atëherë po e nis me librin tim të parë. Këtë libër e kam botuar në vitin 2021 me shpim botuese Wet Press. Është Tabula rasa, paqëndrueshmëria e institucioneve shqiptare, dhe për këtë libër mora shkak nga tranzicioni shqiptar, nga ndryshimi pa diskutim i ligjeve sa herë që vinte një parti në pushtet dhe kur vinte partia tjetër pastaj e ndronte dhe zhbënte. Ishte si ai cikli konstant që e nisim tek zeroja dhe përfundonim po tek zeroja. Prandaj e kam titulluar edhe Tabula rasa. Është një studim, më saktë janë 39 studime, është edhe një inkurajim faktikisht për gjithë ato individ që sapo kanë mbaruar juridikun dhe duan të kenë një pasion për të shkruar, për studiuar, për të lumtuar. Është një libër i cili ja vlen të lexohet për gjithë individët që janë pasionuar tek fusha e jurisprudencës. Ju thotë që ka paqëndrueshmëri të institucioneve, kush jet më së shumti? Tani unë këtu kam marrë pa diskutim të gjitha kushtetutat, ligjet që janë ndryshuar ndër vite deri në bërjen e reformës në drejtësi në 2016, edhe aty e kam analizuar se si një parti kur vinte në pushtet e ndronte, zhbënte dhe e ribënte ligjin nga e para. Prandaj edhe kam titulluar Tabula rasa. Qartë, por sa e rëndësishme është në këtë fazë që jemi, duke qenë se kemi një drejtësi të riformuar, nëse mund ta themi kështu riformatuar, mund të kemi prapë ndryshimin në të ardhmen, si e shikoni? Atëherë, reforma në drejtësi unë kam shkruar disa shkrimet mia, jo vetëm brenda vendit, po dhe jashtë vendit, ku kam shprehur pa diskutim suportin tim ndaj reformës në drejtësi. Ishte një reformë e cila ishte nevojshme pa diskutim në Shqipëri dhe është një reformë e cila largoi shumë gjyqtar të cilët ishin të korruptuar dhe nuk arritën dot të justifikonin dot as pasuritë e tyre. Dhe pa diskutim me bërjen e kësaj reforme është vendosur një hierarki, qofte e ligjeve, qofte e strukturës, qofte një mirë organizimi në aspektin e gjyqësorit, dhe pa diskutim që po jep rezultatet e saj, dhe rezultatet janë edhe tek politikanët cilët sot i kemi pas hekurave, kur më përpara nuk kemi pasur në 30 vite shansin të kishe as të thirrur në një derë gjykate, jo më të ishin të akuzuar apo të futeshin në burg. I referohem këtu ish kreu të Spakut, zotit Altin Dumani, që thoshte që mandati për prokurorët e kësaj strukture është i pakës, si për ata që qëndrojnë në drejtim, duke qenë se është një mandat vetëm 3 vjeçar, por edhe pragu 9 vjeçar që është mandati i plot, nëse mund ta themi kështu, prapë është i pamjaftueshëm sipas tij. Në optikën tuaj duhet të ketë një lloj ndryshimi në këtë aspekt? Ky është mendimi i tij personal, realisht, dhe pa diskutim që e respektoj. Unë nuk e mendoj njëjtë si ai, dhe mendoj që kjo është formula e duhur. Dhe mendoj që ai mandat që kanë mjafton për të bërë punën dhe për të dhënë rezultatet. Tashmë ju jeni një profesioniste, keni dalë në tregun e punës me profesionin tuaj si avokate, ju normalisht keni qenë dhe një studente e drejtësisë. Çfarë ka të veçantë libri që një student duhet ta lexojë patjetër? Libri është i veçantë pasi asnjë njeri nuk e ka shkruar faktikisht më përpara, dhe është një libër i cili, siç ja u përmenda, ka të bëjë me tranzicionin e gjatë në politikë, dhe pa diskutim që është një libër i cili tregon nevojshmërinë dhe domosdoshmërinë e një rendi ligjor, i cili duhet respektuar jo vetëm për studentët e fushës drejtësisë, po për gjithë qytetarët. Pasi paqëndrueshmëria e institucioneve ka qenë një rëmuj dhe një kolapsus i vërtet, ku qytetarët nuk merrnin dot drejtësinë dhe nuk u zbatonte dot ligji në aspektin e kërkuar dhe të pritshmërive që ato kishin tek institucionet e drejtësisë. Përpos kësaj, besoj që është një libër dhe informacion i munguar edhe në tekstet shkollore, apo? Po, patjetër. Ju keni edhe një libër tjetër? Po, ky është libri im i dytë, këtë e kam. Ndryshe është në gjuhën angleze?
Po, është votuar në Shtetet Bashkuara faktikisht të Amerikës, është një libër i cili flet për trafikun e drogës, për lidhjet me politikën dhe për trafikun ndërkombëtar të drogës. Pse në anglisht? Në anglisht sepse është botuar në SBA dhe pa diskutim që duhesh botuar në anglisht. Po unë pa diskutim që do ta përkthej edhe në shqip që të personat tjerë të kenë aksesin që të mund ta lexojnë, për ato individ cilët nuk e dinë edhe nuk e njohin quhen angleze. Do jetë një libër duke qenë se keni në anglisht i referuar publikut amerikan apo shqiptarët diasporës që ndodhen në Amerikë? Ky është një libër i cili i referohet pa diskutim Shqipërisë, është një libër i cili flet për trafikun e drogës, për lidhjet me politikën, me figurat njohura të politikës shqiptare, flet për trafikun ndërkombëtar dhe lidhjet me kartelet e drogës jashtë, flet për ekonominë informale që janë të lidhura ngushtë me pushtetin dhe pa diskutim flet edhe si këto kthehen pastaj në një faktor shumë të rëndësishëm edhe në jetën publike dhe politike të shtetit shqiptar. Në Shqipëri në çfarë faze sipas jush është? Atëherë unë këtu e kam folur edhe me emra faktikisht të disa personazheve VIP, të cilët janë të lidhur me organizatat e drogës dhe në nivel jo vetëm kombëtar, po dhe ndërkombëtar. Kam folur edhe për pastrimin e parave të pista, kam cekur edhe Dubain si epiqendër të gjithë grupeve shqiptare që merreshin me trafikun e drogës dhe mënyra se si ato i pastronin paratë dhe më pas influenconin edhe tek raportet politike në shtetin shqiptar. A mund të na tregosh një rast konkret në çfarë mund t'ju vinë në mendje? Atëherë këtu faktikisht ka disa raste, cilat janë konkrete, por që do preferoja që lexuesit kishte interes ta lexonte dhe ta ruaja pa kuriozitetin në kontekstin e prezantimit. Ju do jeni edhe në SBA apo të promovuar këtë libër, kam përshtypjen që interesi do të jetë i madh, duke qenë se për te Atlantikut shikohet edhe me interes gjitha zhvillimet në Shqipëri. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Atëherë pritshmëritë e mia janë pa diskutim që të cek gjithmonë problemet që janë aktuale, problemet që lidhen me ligjin dhe problemet që lidhen gjithashtu edhe me aktualitetin dhe me politikën dhe me zhvillimet e fundit në vend. Unë gjithashtu këtu kam trajtuar edhe disa raste të individëve që kanë kryer veprën penale në lidhje me narkotikët, kam folur edhe për evolimin që ka pasur legjislacioni shqiptar në lidhje me to. Gjithashtu është propozuar edhe një reformë për politikat ndërkombëtare të drogës që janë tek marrëveshja e Kombeve të Bashkuar për një riformatim të traktateve të bazuara pa diskutim si ide nga legjislacioni holandez. Dhe është një libër shumë interesant për çdo që është interesuar në lidhje me tematikat e pastrimit parave të pista, të krimit të ndërkombëtar, trafikut drogës, po dhe përfshirjen e figurave publike në politikë. Përfiton nga rasti me qenë si u kam këtu, i kam lexuar dhe me të vërtetë janë libra shumë të mirë, shpresoj shumë që edhe në SBA atje ku do t'i promovoni, por edhe në Shqipëri, siç është edhe libri i parë i Yti, të gjejnë sa më shumë mbështetje dhe të gjithë njerëzit t'i marrin sa më shumë dhe do përfitojnë shumë, siç e thatë dhe ju. Faleminderit shumë Alesja që ishit me ne në këtë hapësirë podcasti. Faleminderit për analizën tuaj dhe shumë suksese në rrugën tuaj.